vozisin vetura 100.000 euro ose 200.000 euro me 500 euro rrugë. Nuk ka me ditë, po ashtu byra që ti ke shku në agjensinë e privatizimit dhe ke privatizu me 3 euro arin e tokës, që është proces i lehtëshëm, pra një pjesë e tyre deklarojnë që i kanë dhurata prej familjarëve tyre, një pjesë i kanë pasuritë të trashëguara, një pjesë i kanë pasuritë të fituara në situata të ne i quajmë llojeve të jackpotëve, çka i bën jackpoti për më shpjegu për gjithë është e ke pas një tokë 5 arin në qendër Prishtinës, ata e ke thonë për banesa dhe sot je multimilioner, ose e ke pas një pronë dikon në një zonë të caktuar dhe je shpërndësu prej pareve të qeverisë dhe në vend që me i marë me shitat për 5.000 euro, i ke marë 45.000 euro, 50.000 euro dhe ti ke përfundu të qenë person i pasur në vendin tonë. Pse është të e rëndësishme? Byroja, këto 45.000 euro që ti ke mujtë mi rritë për shkak të shpërndësimit, nuk ka me mujtë me ti hetu, sepse është proces i lehtëshëm dhe ti ke marë parën në këtë formë. Byroja, nuk ka me mujtë me ta hetu nëse ti ke qenë zyrtar publik dhe e ke ditë që për shembull ka me tra një rrugë në arat tua dhe ti ke ble rrugën parakesh pikërisht tonë dhe ti ke marrë parat prej shtetit. Nuk ka me ditë, po ashtu byra që ti ke shku në agjensinë e privatizimit dhe ke privatizu me 3 euro arin e tokës, që është proces i lehtëshëm, pra se i lehtëshëm është i ke pas 3 euro që të kanë metë për i babëgjyshit në konto, dhe këto nuk ka me mujtë byra me hetu, sepse është pasturim na e quajmë i lehtëshëm se ke apliku në AKP edhe e ke bleket pronë. Qysh është mënyra që politikanë Kosovë kanë bërë parët kryesisht? Ka qenë privatizim, pra privatizim me mjetet lehtëshme për shkak se AKP-s nuk ke mujt AKP-s nuk ke mujt mi qu parët pa lehtëshme në kontën e saj, se dashur mi pas. Nuk mund mi jetu byroja apo pikërisht për shkak sepse në agjensinë për parandalim korrupsionit e deklarojnë pasurinë zyrtarët publik ose zyrtarët lartë publik dhe anëtarët e familjes. Ti e tha shumë mirë që pasuria u fshehën anëtarët persona të tjerë që byroja ka këtë kompetencë. Tash është edhe një element këto që i përmendë ti që nuk mund mi jetu për shkak se privatizu ka rruga një anë caktuar është ndoshta edhe në rregull mund të më mirë, po byroja duhet mi hetu edhe mi konfisku pasojë gjithë atyre që për shembull kanë pasur rrugën 500 euro për 15 vite ose 20 vite, i kanë 3 banesa ose vozisin vetura 100.000 euro ose 200.000 euro me 500 euro rrugë. Nëse byroja e shkon edhe ai thot vllopi Gjermanisë mi ka çu, jo afrim dokumentu, ai thot mi ka çu parë vllopi Gjermanisë. Duhet me dokumentu se ka thosë vllau, po nuk mund më çu. Kjo është i çon përmes sistemit bankar, i çon për mënyra tash është një element tjetër. Kesh kjo diaspora shumë. Kesh për më shku për shembull nuk him ato në detajet se çu do deklarojnë se kim 10.000 euro ose diçka duhet më deklaru, po ai mi ka çu mati. Nën 500 ti ka. Okej, sa ti ka çu ka më 1.500 edhe çka ki bu. 5 herë kanon 1.500. Edhe kom blek herën po 20 sekond. Se tash nasi agjenci për shembull se ai ka deklaruar për zojë afrimatashi 5 herë ka 9.500 u dashur në gjatë viteve. Jo, apo kom bë deklarim trajshë në agjencinë këtë rast, se unë jam i obliguar që ato kanë 1.500 mbi 3.000 euro. Nëse i deklaroj dashur mi deklaruar në agjenci, mi treguar agjencisë se çto mi ka vllau ose teze ose doja ose kushdo, u dosh mi deklaru. E për çeta thash unë ata që kanë në sistem të deklarimit pasurisë që kemi në sistem që janë zyrtar publik, është shumë më lehtë sepse ata kanë një histori.